Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj mënyrës se si po zhvillohet fushata elektorale nga Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama. Ai akuzoi Ramën se po shkel ligjin në mënyrë sistematike, duke përdorur administratën publike për qëllime elektorale. Keni përballë dy fushata. Njëra fushate elektrizuar e qytetarëve të lirë, tjetra fushat e njerëzve të detyruar, e rrogtarëve të detyruar të ndigjojnë ndofta çdo gjë që s'do donin ta ndigjonin. Nga një njeri që ka humbur çdo logjik, çdo standard dhe etik dhe kalon nga një banalitet në një banalitet tjetër. Berisha dënoi fjalorin e përdorur nga shefi i qeverisë, i cili në një nga daljet e tij e ka quajtur Berishën politikisht autik. Për çmimin ndaj fëmijëve. Dhe ky është një super skandal. Është turp të quhet prind ky. Është turp të quhet bashkëshort ky. Është turp të quhet baba ky. Me këtë fjalë që thot për këta fëmijë. Sipas Berishës, kjo gjuhë tregon degradimin e fushatës dhe nivelin e debatit politik që promovon Rama. I aft të shkel çdo ligj dhe të bëj çdo gjë për votë, por i pa shpresë nga verdikti i shqiptarëve. Një propagandë e tillë është e tmerrshme. S'mund të nxjerrësh pazarti nuditetin të lakurësinë tënde kur, sepse ka një kod etik moral shoqëria njerëzore. Ai shtoi se kryeministri i shmange transparencës dhe debatit të hapur, teksa i bëri sërish thirrje për një përballje televizive. Unë e kam ftuar Edi Ramën dhe e ftoj në çdo kohë, në çdo studio që të zgjedh ai dhe në çdo shesh publik, të ballafaqohemi pak dhe të shoh se kush ka sheja të senilitetit, të rrjedhjes dhe të vitja u tregojmë shqiptarëve. Në fund, Berisha theksoi se nuk kërkon pushtet për interesa personale, po për zbatuar programin e Partisë Demokratike që sipas tij do ta nxjerrë Shqipërinë nga varfëria ekstreme dhe do ta kthejë në një vend të zhvilluar në rajon.